Përshëndetje të gjithëve, sot kena BMW M5 F10, vetëm këta kena ngel pa bo, rival të kësaj kena bo shumicën. Kjo është e 2014-ës versioni LCI, edhe është versioni Competition, po si të shifet nga kjo targa vogël aty nuk është stok, po për këto pjesë të modifikime do na flase më shumë edhe pronari makinës, kështu që do nisim direkt te motori. Tash Glen na thuj çfarë ke bo kësaj M5-së tate. Për momentin, që kemi ndërhyke makina është pjesa e mapit, që kemi kalu në pjesën stage 2 të G-Power. Po. Kemi vendos të intekun e venturit. Intercooler janë stok, thjesht kemi bën një lyrje fiksimi jonë. Kemi bën ndërhyrje dhe motore, kemi bën forge për ta mbledhur çik nga pjesa e mapit që kemi përdor dhe limitet që kemi shku për të dhënë një shtys më shumë. Ma dhe më shumë fuqi se çka, po mandë më shumë, motori mand, po duhet ndërhyrje tjera, do turbot edhe pjesë tjera. Por për momentin jemi këtu sepse edhe me këto që ka s'po mahet pastaj tjerat. Fix. Nga ana estetike? Nga ana estetike, front lipin para, pastaj kemi përdor dhe veshje. Po. Ngjyra e kësaj është një, mund të them e veçantë, e kupton se është blu e errët ose me nuancë me zezë, si mund ta përshkruaj. Kemi përdor dhe pjesën e noflave, se fabrikisht ka atë blun e myllme. Kemi përdor versionin tjetër Goldin. Si që ka ceramika. Kena karbonin e pasqyrave, këta e kemi vendosur edhe këtë. Pastaj te gomat me këto semislika, deri tash kemi ra pak më shumë rahat sepse duke marrë parasysh fuqinë që ka dhe torku, ka shumë rrëshqitje në rrugë, nuk është se rrim për kollaj. Po, deri tash me semislika që kemi, jemi diku mirë, kupto, po do shikojmë dhe një version tjetër të gomave, por ajo do të numrin e diskut më të vogël, do në 19-ën, që të ketë më shumë brume e goma tjetër. Po. Kemi edhe difuzorin, e vetja ka pas pa dritën, kemi shtu këtë pjesën, kena marrë komplet 3 me dritën, edhe kokat e marmitave. Po marmitat poshtë? Marmitën poshtë është stok. Stok? Po, është stok, thjesht kemi bën një ndërhyrje të lehtë te kazanat fundor, po me kazanat e vet. Okej. Jo të vume, janë komplet veta. Po, jo aftermarket. Thjesht kemi rrit atë zhurmën që atë cold startin e këto. Tu jemi. Shumë e bukur. Do e shohim pastaj në rrugë se çka kanë bë këto modifikime, po kjo është modifikuar në mënyrën e saktë, si duhet. Deri tani kemi hecë domethënë me gjona tamam, si i thojmë pas ajesa. Po. Domethënë duke nis nga mapi, duke ndërhyrë te motori, që kemi marrë pjesë, është bën në Shqipëri, ta theksojmë te protunët, edhe nuk na është dashur ta çojmë në Gjermani, këto e kemi bën nga këtu. Deri tash me çka kemi provuar, me çka kemi hecë, ka qenë mirë, edhe shpresojmë të ecë edhe më mirë. Stok sa kohë ke pas marrë? Stok e kam marrë gati 1 vit. Okej. Ose më pak se 1 vit, se nuk më kujtohet fiks, që kjo del stok me 575 kuaj, versioni Competition. Pastaj filloj me 100, filloj duke më pëlqyer, pastaj kalum ke 200 ke gjërat e tjera. Gradualisht. Gradualisht. Tani për kuriozitet, sa të ka shku si kosto? Paka shumë, se tash ndoshta ti si ma mend gjitha se harrohen, se ke bërë gjëra të gjona. Tash me hollësi nuk është edhe unë i maj mend fiks. Duke përmend se kjo pjesa na mungojnë dhe intercoolerat, siç folëm më përpara për intekun, që na duhen dhe intercoolerat, po pa intercoolerat mund të jap shifrën te 15.000 euro. Okej. Nuk po hyj me detaje sepse mapi që kemi përdor dhe kompaninë që kemi përdor është e shtrenjtë. Po. Flasim atë që është. Pastaj dhe po të flasim edhe për intekun, është intek normalisht. Full carbon i Venturit që njihet, plus motori që po me force. Po 15.000 euro deri tash e ka kap. Mos them dhe më shumë, po me hymi i pa ato faturat. Tani sa ku e fuqi prodhon makina me këto modifikime? Tani duke marrë parasysh matjen e fundit që kemi bën në Dyna në Selenik, pa e prek motorin, pa intekun, domethënë çdo gjë stok, kanë nxjerr vetëm me mapin, kanë nxjerr 720 në Dyna. Po me këto ndërhyrje që kemi bë, domethënë që t'jemi safe rrafim te 750, po matjen e rrallës do ta bëjmë shumë shpejt në Selenik që nxjerrim një numër të saktë. Edhe torku 1000 Nm/m. Torku 1000 Nm/m, ka shku në limite, po do ta majmë aty, nuk Po, shumë mirë. Do e shohim si përkthehet në rrugë kjo fuqi pastaj.
Tani ta shohim edhe interiorin. Kjo është me keyless go, edhe me soft close, me dyrë me thithje. Është ndër versionet full, është me box Harman Kardon, normalisht se ndilet me memorie. Se dilet janë versioni që është me përthyrje, me më shumë metoda lëvizje. Timoni është vesh, po është i vetë origjinali, se është ndryshu gjë. Të hapim edhe kuadrin. Kësaj vetëm Night Vision i mungo me lane keep assist, head-up display, gjitha i ka këto opcionet, departure warning e qanë këto. Kjo duhet ishte Bang & Olufsen, po është vu sa për estetik, nuk është Bang & Olufsen. Tavanin e ka Alcantara, se ndilet si gjithash këtë ngjyrën kaf shumë e bukur, me përthyrje. Të ka pas standardet që kanë qenë me përthyrje. Edhe së dilet me ftoj mungojnë, të tjerë di ka këtu kontrol klime 2 zona. Pastaj kjo është si F10-at e tjera, këna bo 535, nuk është e do s'gjatëm shumë, normalisht me lane keep assist e limitatore këto më njësh, më dysh që i programo vetë, edhe me i buton e kthe në version sportiv. Kjo është për të rrit shpejtësinë e ndrimit marsheve. Kjo është me kamjo dual clutch DKG, Getragu ja ka bo me 7 marshe, shumë më shpejt se SMG-ja, me thonë drejtën. Edhe pse këta e kanë rrit në pamje këtë shiftin nga të isoj. Kjo është për amortizator për timonin, traction control off, sensor të parkimit, kamerat. Dhe pastaj kjo është për të kontrollu sistemin Night Drive. Si kabine mirë është, që s'pas ka kilometra shumë. Kilometrazhi deri në 330, mjete janë. Tani ta shohim edhe mrapa. Kjo sendile është maksimumin e mundshëm me shtyme mrapa. Nuk shko do të më mrapa se ka që edhe po dush. Edhe prap ka vend për komët, ka hapësirë edhe lartë, më gjatë ta Gran Coupe se do ketë më pak, po kjo mirë, ka hapësirë sa të dush, me perde manuale, sedile me ngrojë dhe mrapa, klimën me 4 zona, 2 mrapa individuale, 2 paras, individuale të vetat, me bagje lartë është, shumë kabine mirë. Kjo është rrit në masi krahasu me serit 5 e kalume me i 6, kjo është goxha me modë, është gati shasi me serin 7 besoj. Kështu që shumë kabine mirë është. Downshift është mirë, po si ishte i gjatë mjaftueshëm. I ke programu këtë me njësh me 2-shin ti si i ke programu? Njësh e fikredo. Qa dure? Ate s'do e shtyp. Ate s'do e shtyp. Që e këtë antrojë. Ate dridhin se një tjetë se këmë do. Raket fare që po të më dyshi është e qo sport, po jo me Afrika. Shtype? E qo ma dhe manual kjo? Po. E ke mëllet motorin, ke Sport Plus, Sport Timon. Shumë e shpejt. S'ka as lag fare kjo. Si janë drogë, do Ja, ta se e qo sport, oj. Sa herë kam arrun që të vërzon. Na fal. S'ka që jo. Prej të shej. Sport kështu tamam. Të kujtu si ishte kështu. Jo, dhe me lonë Sport Plus. Do t'ja ndrojsh vetë. Po pse kur shit atë rev limitin se bo fare, sa bo kjo? Blokon, po. Tama, E man aty. Se si Audi e si këto tjerat. Jo, nuk e ka, se Benzi për shemë e ka ndro vetë. Po pra, ta ndro vetë. Audi e ndro vetë, kurse kjo e kishte kështu më ka habit. Po në ndeta nuk e ti si e ka. Tamam performancë, kjo është tamam për performancë, si që duhet.
Sa të rejsh kjo ma më, po direkt. Shumë mjetë e kipë, ka si marrë ajo fuqia, sigur i shtohet, pastaj Vetëm i shtohet. Po pra. Kapin gomat. Sigur i shtys tjetër. Po pra, tamo, kol po, bam. Ti kishin boka deri 4 këto. Pa, kur u filloi boni 4x4, s'pat mori valë burrë, tash ku boni 4x4 më treshin e mund këto ato që ka si për vetes BMW-ja. Më treshin mund rreth 6, tash që është 4x4. Fare. Edhe një në Rusi, që e ka po këtë 4x4, ka morë të asaj të... X5-ës më, X6-ës më. Po. Pa e kishte po, të më thonë, ku t'i gjos, pa fjallë tjetë. I shkojnë ato. Dëmë të frikës ma burë, s'ke që do ka që fuqishme, ti tu ta shtem më shumë, i ke burë. Jo, më kam lejnë e kritat nëse po t'ka... I më burë, qa do më shumë, për të vdeso... Vdes i lumë, dur po vdes. Ishim rrugë të Gjermanisë, okej, ja kupto. Jesh ato bane... Se futesh në ato bane, ja fut deri në fund fare, për këtu... Shive, qa po, këtu është... Pasagjer, do më thonë... Ke frikë, pasagjer është frikë fare. Isha ka më të shumë tjetër regin, sa i di me po dhe këto mandovrat, se pas në ti bëj, po moment që ashtë nëse mi qoj kom brigazë e drejtojt vetë. Po. Nuk e qoj më shumë, a këto se Po, jo atë unë si puna jote. Po me qa kam përvu dhe i tashi, i herë këtë RS7-ën që bona, edhe cilësën 63-eshe, kjo është nivel tjetër për shpejtësi. CLS s'ka qenë e sforcu me fort në 650 kuaj, normal kjo ka i qenë më shumë. Po... kjo se di, kjo me 200 vazhdo t'u tërheq si me i qenë me i qenë. Nivel tjetër BMW-ja. Po me fort edhe ka me alla. E ka po dhe kam janë. I ke bo map ti po, për ta përforcu këshu mekanikisht i ke bo gjo? Stok. O s'kene vend ne që t'jam mësosh limitet se si heq nga gazi, shko deri në fund vetëm se këte e kontrollo, a kupto? Bravo. Po duhet me pasi me rreziku. E vërtet, unë sa herë marrë mundimin, domethënë që e shoh, po m'hikin. Po pra edhe unë e lëshoj edhe se e kam filluar me Cadillacun, i kam qef to i çik. Bravo. Po atë, po të kesh, atë e mëso, se ato kontrollohen, po duhet me pasi farveni po s'kena as i vend as i pistë as i jo. Kam atë shohun tim, që merret shumë me drift e kështu është Po. tip hot kuqi, nuk e di, që ka qenë me këto kusha di. që del në çun në përshesh që pa në fut drift e kështu. Odin e, po me di Odin, kom po video me Odin. Me Odin, Odi ja di. Ka pas atë 36 në atë herë se ditë. Vardhën. Ka marrë CLS tash. Çallë. Që ka benzi. Ka marrë 55. Edhe aja din e kuptova kur ishim të shkuar në Dajt, a mund ta më jep mua se më i di si merr Po, këto ktesa po, detale. po, tani pa ta shkuar me dhe. Më dhim se do të mbjej gjinofa, po më jepër se për këtë punë kjo tha, nuk do më ja dit. Jo, po ta mësoj dhe vetë ditë nuk më Po, bëj po. pastaj. Sa të shoh kështu. Normale burr, po nuk mund të futesh me këtë, se me qeni makinë që është veç për drift, që ke fut 5000 euro në te. Po, e vërtetë. Asaj futesh se let për plaset. Letër nuk Po, han
Pse ajo llamarina, po e llamarina të prishin asaj, po llamarinat e kësaj nuk janë njësoj si tas. Pastaj kështu. Del nga qefi pastaj. Jo, po për plazë kështu pastaj. Tashi e mbyllëm edhe xhiron. Deri tash është makina më e shpejtë që kam provu, pa diskutim. Kjo ka qenë makina parë me turbot në mes, Hot V, pastaj ka bo dhe Benzi dhe Audi të 4 mishat e vet, po e ka performancën shumë të lartë, se kjo është modifikuar tamam. është bo dhe forged motori, me turbot stock, po stage G powerit edhe kamja është programu, se di do me thonë, kafsh fare, kjo është prejadh, kjo do vetëm rrugë, kjo do autostradat, autobanë në Gjermanisë, se di, kjo sa mund të nëzire kjo makinë, me 200 orë edhe vazhdo të tërheq aq fort, është super makinë. Kjo rival direkt ka i 63-shin, e cilës në kena bo, edhe RS7-ën, ajtë përfuzim RS7-ën, se RS6 nga modeli kësaj s'ka pas sedan, ka pas vetëm me portobagazh, po më e shpejt është. Me këto modifikime që janë bo, kuptohet, normalisht, si që është, se edhe ato si kam provu me 750 kuaj, po nga këto që kam provu, kjo është më e shpejta. Pastaj këto gjonat e tjera normalisht si seria 5F10, po me opsione, është goxha e rafinume, normalisht kjo është më e ullt, më sportive, po BMW është për motorsport është më e mira, kjo nuk të ndro marshet, kur e qo manual, kur hit rev limitin, kjo bounce back, kjo nuk të ndro, të le aty, qoja gjira dhe në fund ti, digje krejt, nuk të ndro. Me i buton ja fik gjitha, Benzit se fik do të gjitha si herë, ty në ca nga këto të rejave si herë se fik do të gjitha. Kështu që për makinë performance, kjo është një ndër opsionet më të mirat mundshme për të arritur çdo lloj fuqie, sepse stok këto po shiten goxha lirë. Tashi për t'i majt duhen majt, kostot për t'i majt nuk i ka lira, po kosta fillestare për ta blerë është shumë e madhe, pastaj gradualisht ja shto gjonat ja bo siç duhet, edhe ke atë performancën e ke makinën për dalë për qef, për të lënë targat gjithve në rrugë. Më thoni edhe ju si ju duket, këtë këshit zgjedh V5-ën F10, E63-shin, apo RS6, 7-ën, se Jaguar X-Force besoj se të këshit zgjedh në njën, se dhe ata ka pas rival. Kjo ka pas rival edhe Cadillac CTS-V, versionin motorise që kom unë, a i ka qenë me 650 kuaj stok, s'ka qenë keqaj. Po, se ditë është, më thonë ju cilin do kështë zgjatë nga këta. Qose s'keni bo subscribe, bojni, ju uroj gjithë mirat edhe shifme video në radhës. Përpafshim.